a e ke kapur vetën edhe ti të lodhur shpeshherë, të mos jesh në balancë, në ekuilibër dhe të ndjesh dhimbjen e të tjerëve. Unë e kam bërë shpeshherë, por edhe kësaj radhe që ktheva nga Tirana, e ndjeva trupin e lodhur që do që të çlodhet, sepse ishte një 10 ditorsh shumë i ngarkuar për mua dhe unë lidha me shumë njerëz, dëgjova dhe problemet e tyre, bëm dhe terapi në grupe dhe takimet me fëmijët, me adoleshentët, gjithçka këto, edhe nga që kam qenë gjithmonë e ndjeshme, pa dashje dhe e bëni dhe ju këtë, hyra dhe në atë energjinë e tyre. Kjo më bëri që kur të kthehesha në Greqi dhe tani bjeshi dhe kam filluar të ecë se vetëm këtu më vjen ekuilibri, trupi të kërkoj një çlodhje. Dhe në terapi si për që i bëj vetes për ditë, përgjigja ishte që duhet të ndaloj, të marr dhimbjen e të tjerëve, të jem kaq e ndjeshme dhe të lej çdo një në emisionin e tij. Dhe nuk jam në hierarki, domethënë si fëmijë. Për të gjitha këto, dhe në qoftë se ti që e shikon këtë video, je nga ata tipat që mërzitesh për të tjerët, që je lodhur shumë dhe erdhi dita të çlodhesh dhe të shikosh nga filloi kjo, por jo vetëm nga filloi, po si ta lesh të gjithë këtë peshë, javën tjetër, ditën e mërkurë, do bëhet një trajnim i cili do jetë me pagesë, sepse çdo gjë nuk më lejohet më të bëj gjithë këto gjëra të mëdha dhe të jem falas do jenë këto video që të zgjojnë dhe gjërat të tjera që do më jepen nga lart që mund të bëj. Për ata që janë të interesuar të sjellin balancën e ekuilibrin në shpirtin e tyre, në ambientin që jetojnë dhe pse ju ndodhin, dhe me ditën e lindjes do mësoni pse pikërisht bllokoni marrjen e parave. Sepse gjithçka që bëjmë ka të bëjë dhe me paratë, me pasurinë shpirtërore dhe pasurinë në të njëjtën kohë. Dhe shumë e shumë ushtrime të tjera për hierarkinë, të shikoj si kush në çfarë vendi është në familjen që u rrit dhe në familjen që ka krijuar. Dhe hierarkia ndryshon shpeshherë se rrëshqasim. Ditën e mërkurë dhe kjo do jetë me pagesë. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, pagesa do jetë 44 euro. Dhe është asnjë terapi private, domethënë asnjë çereki terapisë private. Por do jetë tamam si terapi private dhe e bëjmë në grup sepse energjia e grupit ka shumë fuqi dhe do shikoni që njëri me tjetrin sa shumë lidhje kemi. Jam këtu për ata shpirtra të ndjeshëm, për ata shpirtra që duan të bëjnë ndryshimin e tyre në jetën tyre, për ata shpirtra që duan të kthehen tek vetja me dashuri dhe jo të duan të tjerët duke humbur veten e tyre, sepse me dashje pa dashje ne veten tonë kemi humbitur, akoma dhe që fëmijë, nga dashuria për prindrit, po nuk kemi qenë në hierarki. Shpërndajeni këtë video, komentoni në çfarë gjendje gjendeni dhe ju. A jeni gjendur dhe ju ndonjëherë të lodhur në disbalancë, duke ndihmuar të tjerët, dhe disbalanca është që ndihmoj dhe nga ana tjetër bëhem shumë e keq nëse të tjerët nuk e dinë atë që bëj unë, edhe shumë të tjera. Më shkruani, komentoni, mos keni turp, lerini gjykimit, lerini kritikat e njëri tjetrit, se njëri dhe tjetri dhe të tjerët i jemi ne, dhe të fillojmë të hapim zemrat. Shpërndajeni këtë video në rrjetet sociale dhe vërtet ai që ka nevojë të bëjë ndryshimin, mund ta bëj hapin e parë. Më shkruani tek telefoni 0030 699 321 46 37 në Viber, Telegram dhe në WhatsApp, që të merrni link dhe informacione të tjera që janë të nevojshme për ditën e mërkurë e javës tjetër. Ju falenderoj dhe ju jam mirënjohëse, por në të njëjtën kohë duhet të jem mirënjohëse vetes time për gjithçka që kam arritur deri tani me forcat e mia, por erdhi dita të bashkëpunojmë dhe të më ndihmoni dhe ju. Dhe ndihma e parë është kur ju të pranoni të ndihmoni veten, sepse me një lule nuk vjen behari, shikoj dhe lulet këtu. Ju falenderoj.